Johannes Han në orët e para të mëngjesit të 2 qershorit të 2015 në rezidencën e BE-s në Përzhin, kishte bindur liderët e 4 partive më të mëdha të përbërjes së kaluar që të hedhin nënshkrimet e tyre për dokumentin që do t'i hapte rrugë zgjidhjes së krizës. Por nënshkrimi i kësaj marrëveshje nuk shkoi sipas pritjeve të BE-s. Pasi që kriza po zgjatej dhe partitë nuk po respektonin afatet, Han vazhdoi me vajtje ardhjet në Shkup dhe porosit për të bindur liderët politik që të respektojnë marrëveshjen e firmosur. Edhe pse data 24 prillit të 2016 si datë eventuale për zgjedhjet e parakohshme parlamentare dështoi, si pasojë mos përmbushjes së kushteve për mbajtjen e tyre. Han kishte theksuar se marrëveshja e Përzhinës nuk ishte e vdekur. Ai tha se BE vazhdon të mbështesë procesin e gjetjes së zgjidhjes. Unë mund vetëm të garantoj që institucionet europiane janë këtu, duke mbështetur, duke monitoruar, duke ngritur flamurin nëse konstatojnë se diçka po shkon në drejtim të gabuar. Por edhe njëherë them se është e mundur nëse të gjithë janë përkushtuar dhe mbështesin Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Pas përpjekjeve të vazhdueshme 5 qershori u caktua si datë e radhës për mbajtjen e zgjedhjeve, por edhe kjo datë dështoi, ashtu që pas përpjekjeve të BE-s dhe SBA-s, palët u ulën sërish në tryez. Ashtu që më 20 korrik të 2016-s, 4-shja VMRO, DPMN, LSDM, BDI dhe PDSH firmosën aneksin e ri të marrëveshjes së Përzhinës, duke u dakorduar që zgjedhjet të mbahen më 11 dhjetor. Në periudhën e funksionimit të qeverisë së parakohshme, Han në tetor sërish mbërriti në Shkup për t'i dhënë porosi partive për përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Zgjedhjet janë hap i rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme që ata të organizohen në atë mënyrë që askush më pas mos t'i kritikojë përgatitjen dhe organizimin e zgjedhjeve. Pas këtyre zgjedhjeve, Han i shoqëruar nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politika të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, përshëndetën mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, duke bërë thirrje për formimin sa më të shpejtë të qeverisë së re dhe ndjekjen e rrugës së eurointegrimeve, përmes zbatimit të pikave të ngelura të marrëveshjes së Përzhinës dhe raportit të Pribes. Stërzgjatja e krizës rreth formimit të qeverisë në Shkup, muajin e kaluar sërish e solli Eurokomisarin Han. Para 2 viteve kishim marrëveshjen e Përzhinës ku patëm shumë diskutime dhe patëm 2 tentime për organizimin e zgjedhjeve dhe më në fund ata u mbajtën ku dhe faktori ndërkombëtar i njohu. Por duke bërë me dije se zgjedhjet nuk janë fundi i procesit, ata janë të rëndësishme, por duhet të bëhet formimi i qeverisë së re sa më shpejt që mundet. Por edhe kjo vizitë e tij nuk rezultoi me sukses për të tejkaluar ngërçim politik. Ashtu që Eurokomisari Han sot po qëndron në Shkup për një përpjekje të re për zgjidhjen e krizës politike dhe formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit.